folëm të që duhet ishim bashkë për Bashkimin Evropian, pse kjo qasje kaq negative? Nuk jam për Bashkimin Evropian bashkë, unë jam për standardet për lirinë time. Tani po them diçka ëndër. Unë kam një proces gjyqësor, i cili ka të bëjë me familjarët mi dhe është shumë i ndjeshëm për ta që ka 14 vjet dhe vazhdon. Dhe ti nuk mund të thuash mua që ne bëm reformën dhe shqiptarët na kuptojnë, se ose kuptoj fare që e drejta ime për 14 vjet mohohet. Prit, shumica e çështjeve në gjykatat administrative të apelit, në gjykatat e lartë sot janë çështje të 1/3 apo thosë janë çështje të pensioneve. Pensionistë që kanë probleme se u kaluan nga regjimi i shkuar ku kishte kooperativa bujqësore, kishte ndërmarrje, në këtë regjim një pjesë humbën punën dhe ju humbi pensioni. Dhe ke njerëz të cilët sot nuk kanë pensione, kanë pensione. Un kam, po jo mos se tani kjo është. Un kam një familjarin tim që duke mbajtur radh, ndroi jetë në Amerikë, se po mbante radh për të operuar. Çfarë do të thotë kjo? Çfarë do të thotë kjo? Që SBA-ja, çfarë do të thotë kjo? Që SBA-ja nuk është shtet, që SBA-ja nuk funksionon, çfarë do të thotë kjo? Pandishmëria që po tregon për jo, absolutisht nuk ka pandishmëri këtu, absolutisht. Tani nëse ti e quan banalizim, faktin që unë të referoj një familjarin tim që ka ndruar jetë. Jo, nuk po të them të gjë. Banalizim me sa që po them se po më ndërpret mua. Është e njëjta gjë, është e njëjta gjë. Ti më the kam në radhë, unë po të shpjegoj një radhë paralele. Sara nuk po flas po flas me publikun. Se Sara, po mirë mos nëse flet me publikun, mos me Sara fare. Pra, 1/3 gjithë çështjeve që janë në gjykatat e apelit administrative, në gjykatën e lartë janë çështje pensionesh. Dhe çështja e pensioneve do të thotë që unë jetoj sot dhe nuk kam të ardhur. Derisa zgjidhej kjo çështje, unë nuk po përfitoj pensionin, nëse më përfitoj kam me shtetin. Dhe është fatkeqësi e madhe që këto çështje vazhdojnë me 10 vjet. Që një lajm para disa muajsh që u thanë 7 pensionistëve ju erdhi radha që dilin para gjykatës. Kishin vdekur të 7. Një personi i cili nuk ka pension, ka jetuar në skamje. Nuk mund t'i thuhet që në emër të reformës në drejtësi që ka bërë partia e lavdishme që ka bërë se ka bërë kush, në emër të Bashkimit Evropian, ti duhet të vdesësh në mirim, sepse ne s'japim të drejtë. I thuhet, na falni. Bën një reformë drejtësi, nuk e menduam siç duhet, pati vështirësi dhe ne jemi të vetëdijshëm që kjo shkaktoi pasojat e qytetarët. Ju kërkojmë ndjes, do bëjmë ç'është mundur për ta riparuar. Por duke thënë, nuk ka problem këtu, s'ka problem atje. Nuk ka nevojë të kërkojmë ndjes, ja kemi kërkuar ndjesën 1 milion herë më punë. Ajo që duhet bëjmë sot është kjo gjë. Duhet bëhemi të sinqert me veten dhe duhet bëhemi të përunjur. Sepse kemi 30 vjet që gënjejmë dhe bëjmë propagandë që do futemi në BE nesër dhe kjo nesërmja shtyhet pas nesër. Edhe një herë, është skandaloze që raporti i BAR që ka të bëjë vetëm me çështje që varen nga politika, nuk ka të bëjë me çështje teknike, vetëm që varen nga politika, është i zi. Nuk është vërtet. Zgjedhjet manipulohen. Administrata përdoret të zgjedhje, ka patologist. Thotë që nuk zbaton vetë gjykatave. Thotë që nuk ka të drejtën e pronës. Thotë ka korrupsion. Thotë që zyrtarët e lartë nuk janë të barabartë me qytetarët para drejtësisë. Thotë që parlamenti nuk ka imunitetin. Nuk e thotë në asnjë moment nuk e thotë imunitetin. Tani të lutem. Do flasim tani fal ti pranojmë se do ti. Se kjo është e çuditshme fare. Jo po flet me qytetarët, po të flasim edhe ne ndonjëherë me qytetarët se do ta marr. Tani ne si qytetar duhet jemi të vetëdijshëm të bëjmë presion qeverisë që ti bëj këto gjëra. Ti anuloj ligjet që bien ndesh me BE-n. Të zbatoj vendimet e gjykatave që kërkon BE-ja. Të regjistroj pronat që kërkon BE-ja. Ti japi të drejtën opozitës minorancës në parlament për të bërë opsione ndihmore që kërkon BE-ja. Të ndryshoj komplet strukturën e menaxhimit të zgjedhjeve. Të ndaloj administratën publike mos marrë pjesë në zgjedhje. Të ndaloj financimin që i bën shteti. Kjo është pa të futesh në BE, me të pyetës si futem në BE. Futem duke për të gjëra. Dhe këto gjëra janë gjëra që do dhe shqiptari. Ka shqiptar që nuk do këtë gjë. Po s'ka diçka pozitive. Mund të kthej një minutë. Ka diçka pozitive apo jo? Ka diçka pozitive se çfarë do të thonë diçka pozitive? Po diçka pozitive nga gjithë ato që renditëm. A je futur në BE sot? Jo, unë po them negative. A do të ishte futur para 50 vjetësh po? Do të ishte futur para 10 vjetësh po? Dëgjoj, meqense raporti do të them unë ty, Shqipëria sot është vendi një nga 3 vendet më të varfër të Evropës. Shqipëria sot është një nga 3 vendet më të korruptuara të Evropës. Është vërtet. Tani kjo është krenari. Ose Armin, një sekondë. Propagandë vazhdoni. Atëra duhet të jesh i lumtur ti me raportin. Unë them që duhet të jemi të vetëdijshëm. Po jo ma je i lumtur me raportin ti thua. Jam i trishtuar me raportin dhe dua që politikanët ti thua raporti ka vënë pikat mbi i. Po, tani kam tani unë po pse ta japim përgjigjen. Dua që politikanët shqiptar, të gjithë, të opozitës dhe të qeverisë, ta lexojnë raportin siç duhet edhe shqiptarëve. Ne do t'i bëjmë këto gjëra. Nuk do të sjellim për dallë. Kurse duke bërë propagandë për studë televizive, s'marrin përsipër asgjë fare. Jo, më dakord se duhet ta lexojmë si duhet. Marrin përsipër punë në parlament. Jo, më ke drejt si duhet ta lexojmë të gjithë.
Po e ke shkruar se shiko, ka një problem. Ju se keni lexuar raportin dhe thonë do ta lexojmë se ka Se ti e thon gjithkohë që ne nuk e kemi lexuar. Se edhe kjo është trashtuese. Po jo kushdo që ta ke lexuar dhe kush jo. Se je gjatë gjithë kohës, duke na thënë mbi 15 herë nuk e keni lexuar. Po pra ta lexojnë edhe shqiptarët, edhe ta kemi. Tani të lutem, vetëm bëre një kështu listë gjatë pyetjesh. Prona 2027. E ka marrë vullnetin edhe politik kjo iniciativë, ka dalë jo 1000 herë, po mendoj 1 milion herë ASHK-ja, drejtoresha përgjithshme ka thënë mbyllet procesi i regjistrimeve fillestare deri në fund të 2027-s, i kemi kapacitetet, i kemi burimet njerëzore, e kemi rekonstruktuar drejtorinë në mënyrë të tillë, është objektivi i arritshëm. Pse duhet spekuloj unë që sa arrim neve do të deri në pse duhet spekuloj unë që deri në fund të 2027-s nuk arrihet kjo? Kur i kam të gjitha këto, shkoj. Administrata publike dhe problemet në zgjedhje, a ka një komision sot të ngritur të posaçëm për reformën zgjedhore, e cila është gjithashtu në tryez me numra të barabartë midis opozitës dhe majorancës, a janë duke kaluar ata një proces edhe për sa i përket financimit të partive politike, kanë bërë konsultimet përkatëse, kanë shtruar tryeza me grupet e interesit, janë duke marrë raporte dhe pa diskutim janë duke shikuar me kujdes gjithçka ka shkruar raporti ose BE-dirit që nga zgjedhjet e kaluara por dhe ato të mëparshme. Pse duhet që të parajgjykoj unë përpara se të më vi raporti i këtij komisionit posaçëm, cilën më pas do kem mundësi ta votoj ose jo në Kuvendin e Shqipërisë, ligjet për parafrimin. Kush ka bërë nëse në Kuvendin e Shqipërisë ka kaluar një ligj i vetëm i cili nuk lidhet me Bashkimin Evropian ose nuk është negociuar fillimisht me Komisionin e Europës, unë nuk di nëse ka gënjeshtër më të madhe. Nuk është e vërtet. Ne, në të gjithë punën tonë, jemi të përafruar 100% me Bashkimin Evropian. Dhe, e thot edhe vetë barometri Bashkimit Evropian, Shqipëria është nga të paktat vende që e ka të lidhur edhe legjislacionin, por sidomos edhe politikën e jashtme dhe gjithçka që ndërmerr në lidhje me të njësuar 100% me Bashkimin Evropian. Dhe ky është fakt, dhe unë nuk e kuptoj sepse duhet spekulojmë mbi këtë. Pra të gjitha pyetjet që shtroi zotëria, në fakt i kanë përgjigjet. A ka në këto procese problematika hendeqe edhe situata për të përmirësuar? Absolutisht që po, sepse nëse nuk do t'ishin, ne do t'kishim qenë që shumë vite më përpara pjesë e Bashkimit Evropian, edhe patjetër do të kishim edhe një zhvillim më të mirë të vendit. Por kjo nuk ka ndodhur për një arsye, sepse nuk i kemi arritur pra këto kriteret dhe standardet, cilat po i arrim sot. Unë këtë pesimizëm dhe sinqerisht këtë dëshirë për të bërë opozit me Partinë Socialiste, me temën e Bashkimit Evropian, unë e quaj të humbur. E quaj të humbur sepse është pikërisht tema e cila i dhuroi Partisë Socialistës 83 mandate, ne nuk premtuam kur farë gjëje përveç pasaportës europiane. Sepse jemi të mendimit, sepse jemi të lutem, po ju pra ta shpjegoj, sepse është pasaporta europiane, ajo që rregullon të gjitha sektoret e tjerë, edhe këto që zotëria referoi, edhe të tjera ku ka problematika që zotëria sot këtu nuk e referoi. Ti kujton se unë kam të thjesht në momentin që shkoj dhe përfaqësoj zona rurale të Elbasanit dhe shkoj atje dhe shoh infrastrukturën ende në shumë fshatrat pa stabilizuar, probleme me ujin në disa të tjera, probleme me dritat në disa të tjera. Ti kujton se unë nuk i njoh dhe nuk i di këto problematika dhe nuk ndeshem edhe me revoltën e durimit të qytetarëve tanë, por proceset janë procese, prandaj ngrihet një reformë specifike edhe territoriale, për të bërë të mundur që problematikat që na kanë ardhur nga 10 vite më parë të mundet të stabilizojmë. A ka të mërzitur dhe a ka qytetar që me të drejtë mund të revoltohen për shkak se janë pasoja e shumë për këtyre proceseve? Patjetër që po. A janë edhe familjarët tanë shpeshherë pjesë? Patjetër që po, se prandaj e referova zotërisë edhe këtë historinë e SBA-s. Pra dua të them, është shumë e thjeshtë të dalësh sot në Shqipëri edhe të mundesh të mbledhësh shumë bazvetes duke bërë populizëm dhe duke ngritur emocionalisht në pesh një pjesë të realitetit që po ekziston dhe ne e dim, po nuk është çështja që as ta fshejmë, është çështja ta përmirësojmë. Dhe kjo qeveri në vullnetin e Partisë Socialiste ka treguar se absolutisht ka punuar në të gjitha sferat
për ta përmirësuar. Dhe ne sot nuk mund të flasim për pika finale në asnjë aspekt. Pse çfarë ka ndodhur reforma në drejtësi dhe qeveria shqiptare ka qenë shumë prospakut, e ndihmon financiarisht, e ndihmon politikisht me vullnet politik dhe ju mendoni se nuk ka probleme ky proces? Patjetër që po. Dhe çdo proces ka probleme dhe nuk arrihet në pikë finale. Shqipëria ende pas një tranzicioni shumë gjatë ngelet një vend në zhvillim dhe ne nuk jemi këtu as për të thënë një gjë që s'është, ama nuk duhet jemi këtu as për të mos dakordsuar mbi ato çfarë janë. Tani që të shkojë Shqipëria dhe të bëj këtë hap që ka bërë sot, të çel më në fund mbylljen e negociatave, një proces sinqerisht historik dhe i pamenduar më parë, dhe ishim vetëm 1-2 javë më përpara kur thoni ka ngecur, s'ka shanse i Barit kaloj, nuk e kalon Gjermania, e ka ngecur Gjermania. Ku është Gjermania që ka ngecur? 27 vendet anëtare e kanë aprovuar i Barin dhe sot kryeministri Rama dhe qeveria shqiptare ka marrë një duartrokitje dhe opozita shqiptare ka marrë një shuplak për dezinformim. Se s'ka çfarë shuplake tjetër marri, po pse doni që të dezinformoni shqiptarët dhe t'ju thoni që jetojnë në një realitet i cili nuk është i tillë. Ka problematikat e veta patjetër, por nuk është i zgjidhur siç e bëni ju. Është shumë e qartë dhe në momentin e parë që ne do të dakordsohemi mbi këtë, unë jam e bindur që edhe proceset për Bashkimin Evropian do jenë shumë më të thjeshta për të kaluar. Rama kur ishte në opozitë ishte një shprehje shumë të madhe që qytetarët thoshte nuk kanë NATO dhe nuk kanë integrim, ishte shprehje shumë e vënd ajo zoti Koçe. Po vazhdon mos ta han, po produktet e mira të këtyre organizmave ndërkombëtar